Përshëndetje. Në këtë ushtrim, ne na duhet të gjejmë këndet e trekëndërsht. Pra masat e këndeve të trekëndërsht. Çfarë kemi të dhënë? Kemi të dhënë 110 gradë këndin e bashkëmbështetur me këndin e brendshëm të trekëndërsht. Atëherë, sa është masa e këndit të shtrirë? E gjitha kjo 180 gradë minus 110, atëherë do dali 70 gradë. Pra këndi i brendshëm i trekëndërshit, po shënoj këndin B, është i barabartë me 70 gradë. Çfarë tregojnë dy shënimet? Që këto dy brinj janë të barabartë. Në një trekëndërsh, nëse dy brinj i kemi të barabarta, atëherë themi që trekëndërshi është dy brinj e njëjshëm. Pra trekëndërshi ABC, AB është e ndryshme nga AC dhe AB e ndryshme nga BC. Çfarë kemi? Që AC është barabartë me CB. Prandaj ky trekëndërsh si është? Trekëndërshi ABC, dy brinj e njëjshëm. Meqense kemi trekëndshin dy brinj e njëjshëm, çfarë dim për të? Që AB-ja është bazë. Dhe si janë këndet e bazës, pra këndi A me këndin B janë të barabarta. Pra masa e këndit A është e barabartë me masën e këndit B. Atëherë, që nga e barabartë me 70 gradë edhe kjo. Atëherë përshënoj këtu 70 gradë edhe këtu 70 gradë. Tani na duhet të gjejmë masën e këndit C. Atëherë çfarë dim? Ne dim që shuma e këndeve të një trekëndërshi është 180 gradë. Pra ne dim që masa e këndit A plus masën e këndit B plus masën e këndit C është barabartë me 180 gradë. Zëvendësojmë 70 masën e këndit A dhe B dhe gjejmë që masa e këndit C, pra e këndit që mungon, është e barabartë me 180 gradë minus 70 që është njëri kënd plus 70 që është këndi tjetër. Atëherë është e barabartë me 180 gradë minus 70 plus 70, 120 gradë. Atëherë është e barabartë me 20 gradë. Pra masa e këndit që ne gjetëm është 20 gradë. Pra si i gjejmë këndet në një ushtrim të dhënë në tezat e provimit, gjithmonë e theksoj. Pra në bazë të të dhënave që keni, ju zbatoni njohuritë dhe kryeni të dhënat. Pra nuk bëhen matje të thjeshta me raportor. Nëse kërkesa ju thot, gjeni masën e këndit duke përdorur raportorin, apo ndërtoni një kënd duke përdorur raportorin, atëherë ju e bëni këtë veprim. Nëse ju thuhet thjesht gjeni masat e këndeve duke u bazuar në të dhënat e figurës, atëherë ju i gjeni këto të dhëna duke zbatuar njohuritë që keni në lidhje me rastet në fjalë. Pra çfarë njohurish përdorëm këtu? Përdorëm njohuritë që këndi i shtrirë 180 gradë, përdorëm njohuritë që nëse shikoni këto dy vijat, kemi trekëndërsh dy brinj e njëjshëm, atëherë përdorëm njohuritë për trekëndshin dy brinj e njëjshëm dhe kulmet, këndet në bazë kanë masa të barabarta. Gjithashtu përdorëm njohurinë që shuma e këndeve të një trekëndërshi ka masën 180 gradë dhe pastaj e quam këndin që kërkohej. Atëherë faleminderit për vëmendjen dhe mirupafshim në materiale të radhës.